Faleminderit Odeta Dishnica dhe Ervis në Albanit për këtë koreografi të shkëlqyer dhe për këto emocione që na sjell her pas here në programin ton Histori Dashurie në studion ton të mrekullueshme të dashurisë. Dhe është çifti i dytë që pret të rrëfehet në poltronin e dashurisë. Një histori si të gjithë tjerat e veçantë, shumë e bukur, shumë interesante. Nuk dua të zbuloj asnjë gjë në këtë moment, por thjesht prezentoj një material filmik dhe rikthehemi në studio sërish bashkë. Zonja e Zotrinj, Vjollca e Sadik Logu. Mirë mbrëma, mirë se erdhët në studion ton të dashurisë. Mirë mbrëma. Në fakt e pata me dëshirë dhe me shumë kuriozitet rrëfimin e historisë huaj, duke u nisur nga profesioni juaj, Zoti Sadik, i cili është për shumë kohë një zjarfikësi të nderuar. Ky njeri miq të dashur që fiks zjarre për të shpëtuar jetë njerëzish, për të shpëtuar objekte, në shtëpinë e tij vë një flak dhe vë një zjarr të papar. Tani, fiks zjarre apo ndes zjarre? Duke pa atë klip, edhe ve zjarre, po më shumë fiki zjarre. Si e ndeze zjarri në zemrën e Vjollcës? Atëherë, në vitet 78, u kom qenë ushtar pranë korpusit Pukës, me detyrë shoferi shefi shtabit korpusit. Flitet vitet 78. Në fund të këtij viti, në bas një viti, kur po vite 5-6 muaj pa u liru nga ushtria, Vjollca ishe në vitin e parë në gjimnaz. Gjimnaziste e vitit parë. Po, them tamam, kjo ishe me një trup veçantë, me një pamje të veçantë, nga gjithë gocat e gjimnazit. Ndoshta edhe syri im, ishe ai që përzjodhi, se besoj që kum gabu, si thuti. Nuk është gabuar në asnjë centimetër të shikimit. Atëherë. Gjatë rreth 8-9 muaj, kom arrit me hynë bisedime. Po, ty e vëzhgue. Si krijoje kështu strategji, bëje plane? Jo, unë gjithë një ne ishim korpusi i Pukës ka qenë përballë pallatit kësaj. Dhe ishe një trotuar aty që ne që ishim shofer shtabit korpsit ose ushtarët e shtabit korpsit ishim i çik privilegjuar në atë kohë. Për arsye se edhe isha ajo që s'na bërtiste kur shumë, jo pse qysh si tek për arsye se... Ju bëni ushtrin atje? Bëni ushtrin, po si ishim si ushtarë tjerë të shërbimi detyrueshëm për arsye se unë isha shofer për shkak mund të udhtoja gjatë gjithë natës, edhe ditën mund kisha drejtën e pushimit ose drejtën e liridaljes. Kishe kohë për të gjuajtur shkurt. Normal, edhe ajo, normal. Normal. Problemi jo nëse del për gjah, ta vrash atë gjah që do ti.
Pra, unë besoj që kom pra gjaun që... Gjaun e duhur. Gjaun e duhur. Pra, unë me vjollësen kom pasi qik vishtërsi. Se ishe edhe re i qik. Juve ç'mosh kishte atëre? Unë kom qenë rreth 22-23, po i bëja, 23 vjeç. 23, nërsa vjollësa ishte 15-16 në vit parë. 17 vjeç ka qenë vjollësa. Mas disa kosh, kur hynim sidomos në Pallatin e Kulturës, ku kishe shfaqje, ato i shfrytzoja shumë, që të ulesh afër saj. Sa mirë, në ambiente kështu, kulturore? Po normal. Normal? Normal, isha shefi shtabit korpsit, si she pak atëherë. Edhe unë njëri kulturës isha. Edhe gjuja ato, që të rria afër saj, që ta ngacmoja të ashtu, biles në i shfaqje, kur pikrisht vendlinja ime jep të shfaqje, arrita që të jenë bisedime. Isha ansambli Tropojës, Valbona, që jep të kangë vallë e kështu, arrita që të hynë bisedime me te. Sa bukur. Dhe momentin e lirimit, a ishe i vështiri qik për mu, se do lirosha do ikja në Tropojë. Sa kohë gjati ushtria në Kukë? Dhe një vit, më nej me këte marrëdhënie diplomatike... Vetëm diplomatike ishin marrëdhëniet gjatë atij viti? Diplomatike ishin. Mas një viti, më nej që hymë familje, do më në periudhën e lirimit, hymë familje që... Këtë pjesën e lirimit më trego pak që ka qenë e vështirë. Do në pas një viti që ishit njohur, ishe shumë e vështirë për mos. Dashurin njëri tjetrit? Bravo, kishim shpreh dhe kishim pranu që të dy që ne t'jem bashkulltar të sa jetë. Ti jetë son përbashkët. Dhe ajo ishe shumë e vështirë për mu se do largohesha, do lirosha nga ushtria dhe ishe problemi që të pia ato i qunin e kafet e vogla, ose... Të bënë zyrtare lidhjen? Do më që të bësh lidhja dhe ishe i diqa që unë ne jemi 9 vëllezër dhe ishe problemi sa ma shpejt vite dikush që të pite kafen. Dhe unë gjeta rrugën ma shkurt, nuk mora ata vëllezër që ishin 2 vëllezër në Tropoj, se vëllezët e mi kanë vite që jetojnë në Tiranë, kanë bi 70 vjetë i mallit, 80 sa vjeç, tjerë në Shkodër, mora të Shkodër që të vite sa ma shpejt që të pinim kafe të kësaj. Dhe erdi vllai që ishe në Shkodër, bashkë me nusën, që pim kafet e vogla, mandej gjithë qa mori i fund. Unë në Tropojnë mandej shkova ne shumë pak, marova kursin e nafës, atër duesh kursin nafës që të asho dhe u ktheja përsëri në Korpos, shofer në komitet qush atër me sigurimin e korpsit, përnaja shumë pak, fillohan dek branshë, u martum, bam dasmën e bam Tropoj. Si bëhen dasmët në Tropoj? Unë kam parë veshje shumë të bukura të valleve të Tropojës. Kam dëgjuar këngë shumë të bukura të asaj zone, por në ndonjë dasëm tropojane nuk kam qenë ndonjëherë. Jam gjithë sy e vesh për dasmën tuaj në Tropoj. është bo me gjitha traditat e Tropojës. Edhe ka qenë një shekull më i përparuar që ik po të ushtë, se s'ka shumë me dhaq vitet, nuk janë shumë 20 e sa vjetë, një fjallë, po. Me gjithë traditat e Tropojës, me ato davullet edhe veshin përveç vellës, kjo ka vesh që i quajmë ne atë gjuhën tonë, pështjellagu gjanë, ose kanac, ose si, ku diu se si, ajo fustani me ato rruza shumë, me ato jo, nuk kem gjupletën ne. Me ato pështjellagun e gjanë, me ato lule shumë të bukura, me ato rruza nga ma fantastiket, nga ma shumë gjyshet. Dhe veshja këtu, ato këmishat shumë të bardhat bukurat, me ato qëndisina shumë fantastike. Dhe nuk e di, po ta shohësh shumë fantastike. Dhe o interesant sa dhe në tregun tot, por shkojsh në për këto që bëjnë tregti që shesin, nuk shef, shumë e çuditshme, që ndoshta edhe shumë shkojnë, shumë tregtohen. Po njerëzit janë kthy mas moderne, sikur gjoja moderne do t'i qoj hava. Jo, kam përshtypjen se janë duke u prirur tek gjërat e ralla. Dhe ne kena bëni dasëm, me falë, kena bëni dasëm shumë fantastike, shumë lezeshme, me fare fisit, me njerëz, me shoqëri, dhe në lindin bukur, ishe dhe dita e bukur, se është bëhet gjatë ditës, në lindun atër s'kisha kamera për ta filmuar, ose për ta shumë, po ta kem sot atë kamerë, sa të kushtoj dhe blejat, CD-jat. E kishe bërë edhe njerë dasmë vetëm për ta xhiruar? Unë e kam nërmend me bë dhe herë.
do të vishëm me kapuç, me tyrshë, me dhe këtë do t'a vesh me ato pështjellak dhe gjanë, do t'a bëj prapë. Pse mos t'a bëj? Interesante, jo, po mendoja surprizën që do t'ju sillnim ne në dasmën tuaj. Do t'jetë e bukur, ju siguroj. Falderit. Kjo ishe për humor. Kjo ishe për humor. Si u ndjet në ditën e dasmës, Vjollc? Çfarë emocionesh, çfarë ndjeshmërie të një gruaje, të një vajze, më mirë të them që në atë moment furorëzonte dashurinë e saj, besimi i saj që nuk ishte thyer për asnjë sekond për të përfunduar, siç thuaj, në atë kohë me njeriu që kishte pasur për një farë kohë të dashur. Të gjitha këto, si e përshtjellojnë zemrën e një vajze? Atëherë, njeriu një e martohet dhe ditën e dasme shikon shumë të përkryer. Dhe nuk e parashikon se çfarë do të ndodhin. Për momenti thua drejt çdo gjë, lule. Po, na vajti shumë mirë, shumë mirë. Pritën ngrohtë shumë, normal, isha në qendër vëmendjes. Edhe më e bukur ishte edhe kur u vesha me rrobën kombëtare tek krahinës këtyre. Të krahinës Tropojës? Po, bile edhe fotografi nga ato të vogla te kisha një, po, ja, së kujtova, bukur, më pëlqeu shumë. Mirë. Po këta kanë një zakon që bëhen djelë dhe ta ndasme, 2 ditë resht. Jo të shtunë të djelë të hënë? Jo, tek dhëndri është e djela. Pastaj bën edhe të hënën. Po të hënën çfarë mbetet? Shtunën e bën goca. Shtunën ka goca. Dita e djel është që festojnë gjithë dasmort. Nësa dita e hënë Tropoj është vetëm për gratë. Aty vetëm gratë kanë drejt me shku, me pa nusën, me kërcy dhe me baheng. Vazhdo në hengu edhe të hënë. Ditën e hënë. Aty mrekulli ishte. Mirë. Për shkak nga ora 10 deri në 6 darkë, dhe sa mund shkoj, sa mund zgjasi, gratë kanë drejt, gjithë gratë e lagjës ose të fshatit, ose aty që të shohin nusën, të veshur dhe nusja do rri pincë në kam. Do rri si qurë. Ne kishim zakone tjera tek ne, kurse tek ta u deshe që të rinje shumë drejt, po si ishte mësuar. Megjithatë, kur arrin të realizosh një ëndër në një ditë të bukur si ajo, as lodhje nuk e ndjen, as qëndrimi në këmbë nuk e ndjen, kështu di për sa orë, por nuk e ndjen, siguroj. Jo, e bukur është, duhet t'ju drejtohem dhe miqve të panelit, që duke treguar histori, dashurien e përveç kësaj, arrim të zbulojmë edhe momentet bukura të zakoneve, të mrekullueshme të trevave shqiptare, dhe për një kom që ka kaq shumë vlera sa ne, për mua kjo duket tek mënyra se si bëhen dasmat. Dhe kudo që të shkosh, të shohësh dasma nga veriu në jug të Shqipërisë, ka aq shumë zakone, ka aq shumë gjëra të bukura, aq shumë kostume, aq shumë kulturë, sa me të vërtet ndjehesh mirë. Dhe unë ndjehem mirë që me dashurinë e çifteve ne zbulojmë dhe ju bashkangjisim edhe këto vlerat tona kombëtare që më pëlqen shpeshherë ti theksoj. Po, Sander. Po, në fakt në këtë pjesë të rrëfimit të çiftit, është shumë evident fakti që ata nxorën në mënyrë evidente një pjesë të koloritit të zakoneve dhe të riteve martesore që realizohen në zonën veriore të vendit. Është një gjë shumë e bukur. Është e bukur sepse ajo është bërë një pjesë e ndërgjegjes reale që mbartin të dy. Zotëria e rrëfen duke e patur një krenari natyrale çështjen e respektimit të zakonit edhe traditës që ka zona e Tropojës, sikundër në të njëjtin partneritet ruan edhe respektin ndaj traditës që ka pasur zona e Nusës. Dhe në fakt, këtu duket ajo simbioza reale midis një njeriu, sepse ne në emisionin ton në kaq edicione dhe natyrisht në kaq emisione, kemi parë vetëm pothuajse një pjesë të aspektit të dashurisë dhe bashkëngjitur me të edhe të zakoneve apo ritualit që zhvillohet. Sot, ne kemi një rrëfim që është tipologjik në këtë pjesë dhe që sjell vërtet një atmosferë që është jashtë Tiranës dhe jashtë, le të themi, kategorisë intelektualëve të vendit. Ne po njihemi me një dashuri dhe me një akt martesor i cili mbart koloritin e zonës veçantë. Edhe për këtë i falenderoj.
Po Miren? Pavarësisht ruajtjes së bukur të këtyre traditave, zakoneve, unë shoh që çifti është shumë modern, shumë i hapur, pa komplekse, shumë i çlirët. Unë madje gjatë kohës që rrëfenin dhe përshkrua një pjesës të qytetit të Pukës, më kujtua se unë kam kaluar disa vite të mira atje dhe kisha komplet parasysh atë ambientin teksa e përshkruanin. Dhe Puka ka vërtet vajza të bukura, ka njerëz të mirë, ka dashuri të bukura dhe rrëfimi i kësaj dashurie e tregoi këtë. Kur më thatë që çifti që do të vi, burri punon tek zjarr fiksit, por ja dhe po qeshja me vete se po mendoja që i vogël i kam humbur betejë edhe mia me zjarr fiksit. Në atë kohë kam qenë në Kini, kam vënë zjarrin shtëpisja 3 herë, me po kinezët, me kova, kështu dhe i fiknin. Domethënë nuk kishte perde kam djegur, çfarë vareshin fije. Domethënë një periudhë të mërshme në jetën time, ku mua mi fshihnin të gjitha, me shkrepse, se të tëra llojet e eksperimenteve i bëja. Domethënë hidh vajgurin prush, ajo soba që hidhej në erë. Kam ndjekur dhe veten ja 2-3 herë. Megjithatë, për profesionin tuaj duhet patur një respekt jashtëzakonshëm. Një respekt që këtu tek ne jo shumë shpesh tregohet, jo aq vlerësohet, me thënë të drejtën, dhe këtë pjesë të publicizimit të jetës, domethënë të jetës profesionale që bëni ju, në shpëtim të jetëve njerëzore, gjë që është shumë e rëndësishme, më tepër se sa e bëjnë këto mjetet mediatike apo televizionet, më tepër e kemi parë nëpër filma dhe aq më tepër mbas ngjarjeve të 11 shtatorit në Amerikë, dhe disa filmave artistikë cilat të japin të kuptojnë se sa i vështirë, çfarë sakrifica, çfarë rreziqe shiqni ju, dhe çfarë njohurish edhe shkencore duhet keni që të mos rrezikoni as veten tuaj, por edhe të mund të shpëtoni njerëzit e tjerë. Të gjithën këto marrëdhënia me bashkëshorten me siguri që ndikon. Pra, siç ka ndikuar atëherë kur ishit shofer dhe kishit një BC, atëherë ishe shofer. Shofer ishte kryevepër. Sepse atëherë o do ishe në mbrapa në karroceri, domethënë, në atë kohë, ose në një tren, mendoj, kishe një vetur në atë kohë ishe të shikonin vajzat ndryshe. Dhe me siguri që profesioni i çdo njeriu në një mënyrë ose një tjetër ndikon edhe anën emocionale të vajzave. Domethënë vajzat të shikojnë paksa më ndryshe kur. Normal. Por i kthehemi dashurisë. Po. Kur ja keni thënë atë fjalën e shenjtë të dua njëri tjetrit? Jo, në fund vitit 79, domethënë ka qenë periudha kur u thash ty po lirohesh nga ushtria, domethënë aty ndash shafi nga shiqeri se u do hikja. Aty o duhesh e thënë aty o vdekja o liri ishe. Edhe aty me i fjalë që aty s'kishe dy rrugë. O me mua pa mu. O me mua pa mu. O me mua pa mu. E bukur. Kështu që përfundimisht ato, siç e tha Vjocja, ndjenjat e shpirtërore ose dhe ne kena bën jetë shumë bukur. Po celebrimin kur e keni bërë? E keni bërë në Celebrimin e kena bën në Puk. Në Puk qytetin e Pukës, po. Kë kishit dëshmitar aty? Tashi si maj do të mend se ka vite, po maj mend që ka qenë a i gjenës civile kanë arë një 2 pleq që ishin si antarë të këshillit qytetit, që ndalin shtëpia, që bënin pasaportizimet, dhe... Ata pas kanë pas fatin tjenë dhe dëshmitarët? Dëshmitarët zyrtarët? Jo, zyrtarë ishin ata, po burrat vjetër, i maj mend si sot që qenë aty erdhen edhe ata duhet të firmosnin, kur ne bëm celebrim edhe i morëm i nëzorëm në lokali qerase me jo në kujtimet të ashtu bu. Kujtimet bukra. Kujtimet bukra. Ndërkohë, ne në programin tonë nuk kemi sjell një nga dëshmitarët zyrtar të lidhjes suaj, aq më tepër që pas kanë qenë dhe shumë të vjetër në moshë atëherë, por është dikush një dëshmitar
le të them virtual, një njëri që e ka ndjerë dashurin tuaj që në fillim, që e ka aprovuar atë që në fillim, dhe ju propozoj të ndjekni material filmik dhe të komentojmë pastaj. Janë qift shumë i kombinuar, kanë shkuar jashtëzakonisht mirë me njëri tjetrin gjatë gjithë jetës tyre, dhe Sadiku është në natyrë, është djalisht kast, po kështu dhe Vjolca është edhe ajo është përputh jashtëzakonisht mirë me Sadikun dhe ata kanë bërë një jetë të lumtur me njëri tjetrin. Dhe unë atyre ju uroj që ta vazhdojnë këtë jetë, megjithëse ka 30 vjet që ata jetojnë me njëri tjetrin, unë dëshoj të jetojnë edhe 100 të tjera. Ishte vllai juaj zoti Sadik? Vllai ishte Selimi i Shkodrës. Vllai. E përmendëm pak përpara në bisedën tonë. Po. Vllai ka qenë ushtarak në Shkodër, ishte komandant divizioni i Shkodrës. Komandant brigade, komandant divizioni dhe ka vite, ka mbi 30 vjet që jetonte në Shkodër. Dhe ky ka qenë një ndër autor që për krahas të asaj skene që bënim ne atëherë që në kuptimin Aleat. Aleati joni afërt, biles ky erdhe ndasëm, megjithëse kishte ngarkesë shumë madhe se ishte komandant brigade në atë kohë, erdhe ndasëm tropoj, domthonë sakrifikoi bashkë me nusën e kisha arsimtare, që të dy erdhen, kalamajt i kishin të vëgjël, takon. Prandaj edhe unë kur reprezentova thash është dëshmitar virtual. Biles çuni këtij Luani ka qenë një njohëm fare që sot është shoqëruesi i presidentit i zotit Bamir Topi. Ka qenë shumë i vogël, që edhe ai ka ardhur ka marrë pjesë në dasmën tonë. Ka qenë shumë i vogël. Në një moment shumë të bukur që këto çaste të fillimit të rrëfimit historisë huaj, megjithëse e rrëfyet me një frymë, edhe fillimin, edhe dasmën, për të marrë pakës frymë, dhe për të dhënë akoma dhe më shumë bukuri gjithë kësaj që treguam, unë ftoj dhe njëherë në skenë, këngëtarin e mirënjohur, është hieshi për studion tonë, për programin Studio Dashurie, zonja e zotrinj për ju, Sherif Merdani. Kjo mra mje sonte e bukur bjen, në rrugë kalojnë këtë natë, lot kanë dhe andra ba. Tani ra ora 7 dhe veten pyes në këtë qatë, po ku nesër do t'jem në mramje në orën 7. Kjo mramje sonte e bukur bjen, në rrugë kalojnë këtë natë, lot kanë dhe andra ba. Tani ra ora 7 dhe veten pyes në këtë qatë, po ku nesër do t'jem në mramje në orën 7. Nesë mrama prapu, bashkë me ty do t'jem
bashk me ty do t'jem, mëna mja ba do t'edh pazur, sa lumturi mbi të dy dashuri. Tani ra ora 7, kjo mëna mje sonte e bukur vjen, në shpirtin tim, me mramje unë veti. Bashk me ty do t'jem, rrugën ton do t'ecim bashk, si atë në pranë dhe në takim të bashk. Nesë mrama prapun, bashk me ty do t'jem, mëna mja ba do t'edh pazur, sa lumturi mbi të dy dashuri. Tani ra ora 7, kjo mëna mje sonte e bukur vjen, unë ndjej në shpirtin tim, mra mja unë dhe ti. Zonja Zotrinj, jemi rikthyer në historinë dashurie, por sigurisht me falënderime nga zemra për ata që mbështesin këtë program, e sidomos sponsorin tonë gjeneral Eagle Mobile. Jemi në një rrëfim sa të sinqerta që dhe interesant të zjarfiksit Sadik. Ju ka qelluar ndonjëherë të keni mes jush, mes njëri tjetrit, ankthe për shkak të zjarreve? Jo. Vjellca është e bindur që jo mi zoti punës. Zjarfiksi duhet hy, po duhet ditë dalë. Nëse hynë dhe s'di të dalë, s'është zjarfiks. Vjellca e din që u kthehem. Po pra, këtu do të kapesh. Vjellca e din që unë kthehem. Unë kthehem. Si e di ti këtë? Si e ke kuptuar? Dhe si e aq e qetë, apo është thjesht çështje parandjenje? S'ka pas, gjatë gjithë këtyre viteve nuk ka pas asnjë zhgënim, domosdoshmë që jam e sigurt tek rikthimi që bën ky. Asnjëherë nuk e pasur frikë, asnjëherë nuk e pasur ankth. Frikë unë s'mund të them kurse s'kam. Kur isha ngërdes edhe frika vetë është frikë. Kur isha ngërdes vetëm atëherë kishe frikë, se s'punoj telefoni. S'bëshim dot lidhje telefonike. Prandaj. Për çfarë tjetër beson tek bashkëshorti jot? Përveç se pjesës që kur shkon për të shuar zjarre, që është profesionin ti normalisht dhe mjaft i nderuar, kthehet në shtëpi. Për çfarë i beson tjetër? Besoj se është një familjar tamam i rregullt, i përkushtohet familjes, shtëpisë, fëmijëve. Nuk ka zgjidhje. Beson që nuk të tradhton asnjëherë? Po deri tani jo, tash e mrapën. Po kush të ka tradhtuar deri tani? Deri tani. Po xheloz, kush është më shumë nga ju dy? Xhelozia, nëse do ishe xhelozia mund të ishe para 10 vjeç, ose mbas 5-6 vjet në martesë, ose diçka tillë. Çuni im sot është 27 vjeç. Goca 24 vjeçe, me 2 universitete dhe goca. Goca tjetër është 18 vjeç në ekonomik, dhe
Kam baru xhelozia për ne. Mbas thënjes të dua për herë të parë, ja ke përmendur shpesh këtë fjalë gjatë bashkëjetesës martesore? Edhe ja kam përmend. Shpesh herë. Shpesh herë? Shpesh herë. Shpesh herë. Jo, nëse dike do me të në shpirt, veç shpirtit thot që t'ja thuash. është si puna, ose kur kalamani për shembull, që është shumë i afërt, ka si thu, morshat ligat, ose i diqa, ose për shafon, ja thu se del nga shpirti. Vërtet. Po të njëjtat edhe vjollës, shpesher ja përsëris, ja them. Ja rikonfirmon dashurin. Kur vi nga puna e përqafoje, po the, i diqa se 24 orë, nëse... Në shërbim? Shërbim, jem 24 orë, ne dhe 3 ditë bëjmë pushim. Ajo shërben këshu, pastaj për të marrë malli kam përshtypjen. Dhe... Ajo ndojnë tje për kaq orë largë. 24 orë logoritin në vit Një ditë natë. I takon një muj rripa mu kjo. Një muj pa punë? I takon një muj rripa mu. Ma shumë se i muj. Mirë po, prapa aty jam mu. Për arsye se unë ju kom sjell një jetesë mirë këtyre, jetojnë mirë, dhe jam brenda aty. Vjollc, po ti ja thua shpesh, ndoshta jo të dua, po një shprehje të ngjashme me këtë. Njëra tjera, po, normale. Pastaj me Sadikun. Kini fjalë që i përdorni shpesh njësoj, apo përdorni sinonimet fjalës të dua her pas here për ta pasuruar edhe fjalorin në dashuri. Për mos tënë vetëm të dua, po, në një gjë tjetër ndoshta, Sander? Kjo ma shumë kopjallë në lafet e mia. A kopjatse. Po me sa duket i thua bukur, i thua me shpirt dhe ajo kërkon tjetë në të njëjtën lartësi. U kom qenë më i hedhur, si që tha dhe vlaj, edhe po thush, jam më i hedhur jo i fisit, edhe kur kështu në për dasma ose ka problem nëse mungoj, u thonë, s'ka dasëm sot. Ashtu, Kuptimin e mirë, si jam shumë allegro, kërcej shumë, edhe vlezit, pra ne tha vlaj, që Sadiku ka qenë gjithmoni i shkatë, gjithmoni i ashtu, dhe kom qenë gjithmoni i ambientit i lezetshëm. Po të njëjtën gjë edhe për këtë kom qenë shumë i lezetshëm. Po dhurata, kush bën më shumë në çiftin tuaj, surpriza? Këto bën ndoshta vetëm në raste festash, bën për ditëlindje, për vitri, apo edhe në ditë zakonshme? Vjollca për dhurata, Vjollca i ka përmbledhur me mu të 30 vjetëve për 50 vjetorin. Çfarë të ka bërë për 50 Për 30 vjetë, për 50 vjetorin, ka bërë një dhuratë të jashtëzakonshme. Ose shumë të zeshme, ose shumë surprizë. Në një kohë kur ne vazhdonim plazh, i thash unë, nuk ishe gushti, s'do ta festojmë fare, i thash unë, mas i klene, i thash unë. Po se kush e ka ditëlindje në gusht, qëllon gjithmonë që tjetë me Kisha pushime unë, po pra ishim plazh, edhe kjo më thot mu sot s'do rrim shumë plazh. Kjo kishe thurë, kishe thirë tër fisin, dhe kishe bërë një banket pa pam. Edhe më thot mu do ikim nga Kavlishenc. Ishim Kavlishenc, me istis branshme. Aty shkoj, kam 28 vjetë që shkoj. Në Durrës? Kavlishenc, po. Aty. Ajo bo si shtëpia ime. Si shtëpia e dytë? 28 vjetë që shkoj aty. Edhe më thot mu që do shkojmë herë sot, do ikim shtëpi sot, do rrim pushojmë herë, do bëjmë dush, do ashtu. Po pse i thash unë, sot do dita ma e bukur. Jo, tha, sot mu hodhën vajzat. Këto kishin bërë i ceremonit pa pam atje, bloku lokal, një lokal Galuban sa u, kishin thirë tërë fisin e shoqërisë drejtë dhe rreth 160 vetë. Edhe unë shkoj, më thonë mua diçka, ti bë dush i pari flej gjumë se ne do dalim. I shofu këto u veshën, su ku po shkonin në Parisa, në Vjena, kur vje ky vllaj, bashkë me çonin, më thotë mua do shkojmë të ham një darkë bukur sonde, thotë. Me ca oficerat gardë, sot njofin ty, janë shok Kloanit. E ku shkum ke lokali, aty shofun e këte gocat, shof tërë fisin. I thëmë unë, ose po çdo gocat e mi aty, vllajt. Thot Luani, se kishe i përjull, kishe 2 javë për të marrë nusën e çuni vetë Luani. Thot e ka grabit artën edhe do bëjmë dasmën e artë, thot. Po gjithu shkallave ti, thot, hez vazhdo para, thot. Kur hiu brenda aty, me kamera, me shejtan, të kupton shumërime për ty. E bukur. Thash ma pasan punu bukur. Shoku të lata njerëz, kur më rrëthun mua, thash unë,
ju sula kësaj, që ke pa besi ta shu, dhe këta ma bone ta shu. E bukur. Po është një, po t'ishe videoklip ishe gjatë fantastike, pa. Jo, shoh që të paska bërë kaq shumë përshtypje dhe emocionuar, kaq shumë sa... Shumë. Ku diu nëse ke sonte ndonjë dhuratë vleti shumë për mua, shumë për mua, për arsye se ishe 50 vjetor, dhe unë e nënvlerësova vetën, e thash, kam kohë ma mirë për plazhitem atje 50 vjetor. Mirë po, këto kishin vlerësu dhe për mua ishe diçka shumë... është... Shumë, domethënë, shenjë dashurie e gjitha. Dhuratën më të bukur në kuptimin e kësaj që domethënë ka vlerësu i 50 vjetor ose po them 30 vjetor. Po unë nuk e di nëse ti sonte ke diçka për t'i bërë një surprizë kështu publikisht. Po sonte do t'ja bëjmë një surprizë kësaj sonte, po për shembull, e ke menduar apo do t'ja bëjmë një surprizë. Po vjen me gjithë elegancën e saj, vajza jone e violonçelit. Kjo është dhurata që zotëria i ka bërë zonjës, çoja. Unë nuk jam në dieni për këtë, si duket kaq i shkathët, edhe kaq, faleminderit yll, kaq i shqetësuar sa edhe me mua nuk ka folur për këtë dhuratë. Po duke parë programin tonë, miq të dashur, që dhuratat dhe lulet shpesh vajzat tona talentuara të orkestrës ose të baletit i sjellin në studio, ka preferuar direkt të flas me njërin nga bukuroshet tona të talentuara dhe kjo dhuratë të vi në mënyrën më të bukur të mundshme. Çfarë është, Vjollca? E hapim duke ja treguar paksa kamerës. Një valsë. Argjendi, është një valsë argjendi. Nxirret Vjollca, ta shohim të gjithë. Është... ka diçka, ka një shkronjë, ka një zemër, çfarë ka? Apo një gur? Ka një gur, është valsë argjendi. E more vetë, e gjete vetë? Që nga shumë e bukur dhe më bëhet shumë qefi që edhe gustot tek bashkëshortë juaj nuk mungohen. Përveç zemrës madhe, dashurisë madhe, kujdesit të madh për ju, edhe shija për dhurata që nga mjaft e hollë. E bukur. Po, si të shkoj mendja, apo the, me qënë se asnjë nga surprizat nuk e kemi të xhiruar, as dasmën, as 50 vjetorin, kemi diçka të xhiruar, ë? Thash diçka të kem kujtime, me që thashe përmend ato, me që s'kishe në vitet kur u martuam ne, s'kishe videokamerë, tash të paktën që kem rastin ta shfrytëzojmë. Të bëjmë një dhuratë kështu në mënyrë publike që të mbetet përpara kamerave. Por, tani më lejoni mua që t'ju ofroj të dyve një surprizë. Dhe jam shumë e sigurt që do t'ju prek, do t'ju emocionoj, sepse të kesh fëmijë në jetë është gjëja më e bukur për një njeri të jetë prind. Dhe me qënë se pika e dobët e babait morëm vesh ishte Gentiani. Unë kam një letër nga Gentiani me porosit veçantë për ta lexuar unë këtu sonte në studio për ju. Faleminderit. Të dashur prindër. Autorët e programit Histori Dashurie më vunë edhe mua në dieni për surprizën që ju po na bëni edhe ne, fëmijëve tuaj. Me thënë të drejtën, ndjehemi mjaft të lumtur për këtë gjë të bukur, që ka për të qenë një kujtim i mrekullueshëm për të gjithë familjen tonë të lumtur. E çfarë nuk kujtoj në këto momente teksa shkruaj, edhe e bukura është që gjithçka që unë kujtoj është vetëm e bukur. Ju më sillni vetëm kujtime të bukura në mendje. E s'më mbetet gjë tjetër, veç se t'ju uroj, qofshi jetë gjatë në lumturinë tuaj dhe në fatin ton, thot Gentiani. Me dashuri pa kufi, biri juaj,
Gentiani. Ishte një letër e shkruar nga studenti i diplomacisë në vit 4, Tropojani Gentian. Gentian Logu. Atëre, miq të dashur, arrit të ndjej emocionet e pakufishme të çifteve që kam të ftuar në programin tim, e shoh e lumtur teksa ata përloten me gëzim në kujtimet bukura të dashurisë të tyre dhe në surprizat që shpesh herë ata marrin nga fëmijët e tyre që ka qelluar shpesh herë të jenë larga dheut me studime ose me punë të rëndësishme larga dheut. E kjo tregon që zëri ynë, profesionalizmi ynë dhe dashuria e prindërve që kanë edukuar këta fëmijë është duke u shpërndarë nëpër botë me një tjetër imazh për ne shqiptarët dhe unë jam krenare për këtë. Ishte i sinqert, i thjesht, por shumë emocionues rrëfimi juaj i dashurisë. Duke pritur një buqet me lule për zonjën, për nënën e 3 fëmijëve të mrekullueshëm që nuk ju numërohen universitetet, dhe për t'ju uruar edhe unë, nga ana ime dhe nga ana e stafit tim, jetë të gjatë dhe dashuri pafund për çiftin tuaj. Ishte kënaqësi, prezenca dhe historia juaj në emisionin tonë. Kënaqësi e jashtëzakonshme. Dhe vazhdo të fikësh zjarre, por mbaj të ndezur zjarrin e dashurisë. Urime e komplimenta. Atëherë miq të dashur, s'na mbetet gjë tjetër edhe bashkë të ndajemi në këtë moment me këto emocione të bukura, me këto rrëfime të jashtëzakonshme që unë jam e sigurt që në mendjet tuaja do të mbeten për kohë shumë të gjatë. E mos harroni të mërkurën që vjen do të jemi sërish bashkë. Unë ftoj në këto momente për të përcjell këtë mbrëmje të veçantë të jashtëzakonshme edhe një herë këngëtarin Sherif Merdani me zërin e tij, me tingujt e zërit të tij të mrekullueshëm që vazhdon të jetë po aq i bukur sa dikur. Natën e mirë së bashku. Di ragazza, quando i cieli, quando i mari che mi aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quando è primavera che verano, che felici ci varranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la voce non dirà. Il sole nei tuoi occhi, quando si va notte nella notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno il loro scoprirò quello che tu questo viaggio prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere il po'. Occhi di ragazze quando male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima da Dio sarà l'ultimo regalo che da voi
l'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.